I fshati shumë të njohur në Shqipëri. Jemi pra këtu bashkërisht si grup Xhirimi me historianin Ilirian Gjiga, gazetarin dhe mikun tim zotin Makupone dhe me operatorin Bledi Shara. Si qëndron gjithmonë pas objektivit të kamerës dhe është bashkëudhëtari ynë në të gjitha emisionet që kemi zhvilluar gjatë sezonit 2009-2010. Atëherë le të them që është vërtet me interes, mbasi e gjithë Mallakastra është e shquar për traditat historike, edhe në planin kombëtar po flasim gjithmonë, edhe nuk është vendi që ne të përqendrohemi në to, por është me shumë interes të sheh ky fshat i Aranitas, një nga fshatrat e njohur dhe të rëndësishëm të kësaj krajine, në tërësi për vlerat e tij. Ju sapo e prekët në fjalën tuaj, profesor Maku, po këtu jemi pikërisht në zemër të Mallakastrës. Në qoftë se teleshikuesi do të na ndjeki nëpërmjet objektivit, këtu kemi uzinën e përpunimit të thellë të naftës në Ballsh, siç quhej dikur. Sot quhet kombinati i përpunimit të thellë të naftës. Kemi pamjen e pellgut të Ballshit, ndërsa ne këtu ku kamera po është vendosur, jemi në kufijtë e Panahorit dhe të Ngraçanit për të vazhduar mëtej rrugën që ndodhet në shpinë të kamerës, që është lugina e sipërme e lumit Gjanica. Gjanica, siç dihet, krijohet në fshatin Aranitas, që do të jetë stacioni i sotëm i yni, ku bashkohet Proi me Tohut, me Proin që vjen nga Glava dhe që formojnë Gjanicën e famshme 44 kilometër, e cila rrjedh duke ndarë Mallakastrën në dy pjesë, në drejtimin veri perëndim juglindje veri perëndim, dhe që bashkohet me Semanin në të dalë të qytetit të Fierit. Panorama është vërtet e bukur. Vegetacioni nuk ka filluar që të prishet, për arsye sepse dhe vera këtë vit erdhi me vonesë. Kemi ç'të përshkruajmë sot, pavarësisht se stacioni ynë është Aranitasi, po një pamje të tillë ne nuk ja kemi servirur asnjëherë fansave të emisionit ton përballë qyteti i Ballshit, i cili ngrihet zbret nga Kodra drejt pellgut të Ballshit, pika më e ulët e cilit është lugina e Gjanicës, dhe mund të themi që në Ballsh, pranë Ballshit, kemi dhe kufijtë e ndarjes së dy Mallakastrave, të Mallakastrës së poshtme ose Mallakastrës së butë, siç quhet për shkak të kodrave dhe terrenit të saj, dhe të Mallakastrës së sipërme ose Mallakastrës së egër, siç quhet nga folura popullore, nga format pak më të thepisura ose më të forta të relievit, pasi në shpinën e kamerës, nëse Bledi do të mundet dhe ta fokusoj, kemi malin e Goricës. Të paktën rreth 800 metra? Është 600 e ca metra, dhe pas malit Goricës kemi shëndëlliun e Aranitasit 712 metra për të vazhduar mëtej me Çërilën 996 metra, që është dhe pika më e lartë e Mallakastrës. Por e çuditshme këtu, në këtë pjesë ku jemi ne, është toponimia, sepse kemi emrin Panahor, që thot vend i shenjtë. Aranitas është emër i çuditshëm, është i pashpjeguar dhe lidhet me familjen feudale të Arianitëve. Duhet këtë qenë domen, zotrim i tyre, feud i tyre, të paktën Aranitët dokumentohen në histori qysh në shekullin e 11, qysh në vitin 1018, kur David Arianiti ishte strategi themës bizantine të Shkupit,
ndoshta nga Davidi kanë origjinën dhe arianitët, të cilët si familje marrin fund me Gjergj Arianiti në shekullin e 15, sepse fëmijët e tij një pjesë emigruan në Itali, ndërsa një pjesë u integruan nëpërmjet sistemit të Devshir Mes në klasën feudale osmane. Më tej arianitësit kemi metohun. Metoh njihet nga terminologjia mesjetare, janë pronat tokësore të manastireve. Dhe duhet të citoj Qerem Bej Vlorën, një nga njerëzit më ditur të shekullit të Shqipërisë shekullit 20, i cili thekson që dikur në këtë territor shtrieshin pronat e mëdha të manastirit të Shën Ilis, Shën Dëllis, të Aranitasit. Pra, unë e kam quajtur me të drejtë dikur Myzeqeja toka e manastireve, Mallakastra toka e bazilikave, por në këtë zonë të Mallakastës së sipërme ku ne tashmë kemi gjurmët e manastirit të Shënmërisë së Ballçit, por ndeshim dhe gjurmët e një manastiri tjetër mesjetar të Shën Dëllisë së Aranitasit. Dhe Qerem Beu thotë qysh në vitin 1906 kur unë e vizitova Mallakastrën, diku pranë Panahorit, ishte një vend i shenjtë ku banorët ndiznin qirinj dhe i faleshin Zotit, pavarësisht se Mallakastra ishte islamizuar, por shikoje pranë asaj kapele të vogël gjurmë të afreskeve bizantine. Pra është një tjetër dëshmi e krishtërimit të gjurmëve të krishtërimit dhe traditës në Mallakastër. Megjithatë, po e ftoj teleshikuesin që të na ndjekin në rrugtimin ton drejt Aranitasit, drejt fshatit Aranitas, ku do të zbulojmë pikërisht këtë fshat, lumin Gjanica si një element të dytë, dhe kemi dhe një përbashkët me qytetin ton, sepse Aranitasin, Ballçin dhe Fierin i bashkon i njëjti lum, por do të zbulojmë dhe disa figura të rëndësishme të historisë së popullit e të shtetit shqiptar gjatë shekullit 20. Na ndiqni.